Po tash me mbështet gazetarën me ke qarë për zënë Albon, po është sukses kur një person të njës për vetet, për kolegët, tash çdo njeri ka një universitet krymë, më varë tash në qëfar lemije, unë i përkes fushës juridike dhe besoj që tash është koha dhe momente që mi thirë mendjes institucione dhe mi vlerësu njerëzit. E tha shumë mirë gazetari, i nderuar, sukses është kur një njeri hin test dhe bën 100%, dhe jo ati tjetëre që ka arë me djevshëm, ja hekin testin dhe ja qojnë testin e mbërsh ai që e ka thirë. Qaj e sukses i që atyneve. Dhe në Kosovë hales ka ardha e vedijet, foli me përsit plot morale njerëzor profesionale se di që shbohen konkurset, sa i përket gjykatave, institucioneve tjera, që pat shu dikush për para, pat ta dhonamine nuk më me punë të shtetit, bile ka mbo dhe këta çështjet asë private, thot gjema një jurist mirë, thot a është i mirë, e ka punu ne këmës ma qënë në një Allah. Unë fola për suksesin përgjithsi, jo për punësimi është i të qka. Po, tema është punësimi, po suksesi është, ti nëse hinë punë me vetë, pat një mund, dhe kështë qa e sukses. Sukses është, ti kërë ki CV-n e fort, dhe ki përpara një test, që e dinë se ti nëse gjatë studimeve, i ke pësu të njëjta sene, dhe qatë punë ti që ke aplikuja analizon njerë, a ki me hiq atin punë, dhe a din me bot teste, dhe qatë teste nuk mund me dollë, mund me pas najtë pyetje mënyrë hipotetike apo folis që jashtë profesorën, po 95%, 90% test është i lëmistone, se ti jurist ti s'ke me punu për kimi ose për fusha tjera, ose për kume diqka, si do qoftë. Unë mendoj që është koha fundet dhe momente, për përsëri tapet, që në Kosovë duhet me vlerësu maj miri. Në thëmë nëse nuk është jetoni maj mirë se kuja përse aj, më se merë, se po ka pengesa, po japër në Kosovë hale, për dere sa nuk ki një minister ose dikën partia nuk të shënë, për që ata bole partia burim, po investojnë shumë, një ka zësot një kolege ju, në televizën tjetër, tha po investojnë shumë në politikë. Po investojnë se ka po si burim i tarë dhe burim i punësimeve. Është fakt, nuk do të më bo kjo tem tabu se po flitët nga jetone apo nga nesët ngaj. Do të më bo tem kruciale çdo ditë për me thyja tabu që me ditë që ka njerëzit që vinë piqushit Kosovës dhe a i thot kur penin e jetone thot na qapër, jo, ma mirë është mi thirë mendjen politikanët, për shomedje, për inate politike, për kapet institucioneve e që shtetin zgjede, për kapet krye prokurorët, krye ministri, e që shtetin në zgjede, pikë është kjo, që është dun me elaboru, si do qoftë, tash është tema punësime dhe ti nesër nuk gjenë një përkaje, e dhe në shumir gazetare dhe ajtë jeti respektum, që këta kanë punë teren çdo ditë, dhe din këta ballafaqohen me dorën e parë, dhe din këta kur shkojnë me marrë informacion, çfarë bariera mund të ka në X ministri apo Y ministri nderuar. Dhe këtu për derisa i ki këto bariera dhe për derisa do të më thirr një ministër me marrë X dhe Y në punë, definitivisht Kosova dhe jo rastisht po ikin rinia, që është aseti jonë shumë i mirë, po ikin jashtë Kosovës për një jetë më të mirë se çdo kush e ka ndonjë motër, ndonjë vëllai, ndonjë djaldajës të hallës jashtë që thot hajde çapo libat atje. E kryen fakultetin ka me magjistratura që po dalin jashtë. Se po rrin këtu